Faleminderit kryetar. Komisioni i ligjeve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e presidentit Bajram Bekaj. Pro janë 1, 2, 3, 4, 5. Kush është kundër? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me vetëm 5 vota pro dhe 9 kundër, mazhoranca refuzoi shkarkimin e kreut të shtetit. Më herët Partia Demokratike listoi dhe rastet, ku sipas opozitës, Bekaj ka shkelur kushtetutën, duke nisur nga dekreti për zgjedhjet lokale në Tiranë, e deri tek dekretimi i ministres së inteligjencës artificiale Diella. Shkelja numër 1. Dekreti antikushtetues i zgjedhjeve për Bashkinë Tiranë. Ndërprerja antikushtetuese e mandatit të gjyqtarit kushtetues. Ka injoruar fuqinë detyruese të vendimeve të gjykatës kushtetuese, nuk ka përmbushur rolin dhe përgjegjësinë e tij kushtetuese si faktor ekuilibrues dhe moderator i konflikteve politike. Dekreti antikushtetues i ministres virtuale Diella, refuzimin për ndalimin e përfshirjes së trupit diplomatik në fushat elektorale. Shkelja numër 6, ndërhyrja antikushtetuese nëpërmjet kabinetit të tij në procesin zgjedhor, përfitimet personale dhe të të birit në shkelje flagrante të kushtetutës. Por këto argumente nuk e bindën mazhorancën, duke i rikujtuar të djathtëve se disa prej çështjeve të ngritura prej tyre po shqyrtohen në gjykatën kushtetuese. Asnjë nga pretendimet e ngritura në kërkesën për shkarkim nuk plotëson standardin e shkeljes së rënd të kushtetutës. Të njëjtën linjë mbajti dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, i cili theksoi se disa nga vendimet e marra prej Bekajt janë në përputhje me kushtetutën. Neni 86 i kushtetutës e ka shumë qartë. Presidenti është garant i unitetit popullit. Është gjykata kushtetuese ajo që është gardiania e respektit dhe e zbatimit kushtetutës Republikën e Shqipërisë. Pra, presidenti ka caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë me dekret presidenti sepse ai jep kushtetuta. U ngrit këtu pretendimi nga njëri prej kolegët që presidenti duhet konsultohet me gjykatën kushtetuese. Pavarësisht rrëzimit në Komisionin e Ligjeve, kërkesa e Partisë Demokratike do të kalojë në seancën parlamentare për votim.